dhe jo të vazhdon cilët si opozitari i djetshëm dhe me kërkesa ekskluzive që të gjithë ne të ndryshojmë, posa ata jo. Kjo nuk jep mundësi që të gjenden rrugë përbashkëta përtej saj me ndërtu partneritet. Partneriteti o besim. Nëse nuk është fitu besimi, ai nuk mund të ndërtojnë brenda natës, nuk mund të blihet besimi apo në të kënd, po do të rikthehemi një dialog i cili jep mundësi që në një fazë kalueshme, kalendare, ta gjejmë rrugën më të mirë, më të shpejtë. Mund jam i pari vetë gjithmonë i pari në poshtë për poshtë ka 9 person rolin e tyre. Por kur je i pari silles i vogli, sepse kur nuk mundesh me zbatu suksesin e 48 urësve në kuvend, atëherë ti pjesëtosh, je i pjesu dhe je pa mundur me ndërtu institucione. Okej, me që ju kam zbashku këtu do t'a lejoj një sugjerim dhe një fjalë që do t'ja thoni njëri tjetrit. Arbër e dëgjove zotin Haziri çfarë tha, cili është pozicioni juaj karshit deklaratave dhe qëndrimit të tij, edhe çfarë ju do t'i sugjeroni të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Njëkohësisht do ta pyes zotin Haziri se çfarë do t'i sugjeroj më pastaj lëvizjeve vendosje. Arbër, shkurtimisht me 1 minutë lutem përmbyllë. Po shpëndes zotri Hazirin, pra qëndrimi i Lidhjes Demokratike është qëndrim që të kthen mbrapa. Nuk me këtë qëndrim arkaik ne nuk mund të jesim para. E dyta. Mendoj që pra të gjithë ne duhet të marrim përgjegjësi. Ne nuk kemi nevojë të tatuam njëri tjetrin. Mendoj që proceset të cilat i kemi përpara kërkojnë një qeveri dhe kjo qeveri pra normalisht në kuptimin institucional, pra bëhet prej partive politike. Ne dalim para qytetarëve e kërkojmë besimin. Mos të harrojmë, me thënë sa Haziri është në politikë gjatë dhe para shpalljes së pavarësisë, ai e di që ministri Kurti prej shpalljes së pavarësisë të tij është lideri më i votuar, edhe më i votuar sa president i historisë. Më i votuar edhe se sa e po e përsëris për të tretën herë, se sa Vjosa Osmani. Dhe në këtë kuptim, mendoj që prej pozicionit të tretë nuk mund të kërkosh që të kthehesh mbrapa. Në anën tjetër, ne pra kemi tregu konceptin centrimet edhe parimet tona. Kemi thonë, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e shohim për afrimin tonë kuptimin e zhvillimit të programit dhe jo me PDP. Për para se të ky gjej. Okej. Arbri na shkoi për pak qaste, koha është, ndoshta edhe ata e kanë ditur që e kaloj 1 minutin. Zoti Haziri, ai po thotë e janë i bëhuni me neve se jemi më afër me një farë forme. Pse ju po e refuzoni? Edhe pse është ky refuzim kaq i prerë i Lidhjes Demokratike të Kosovës karshi lëvizjeve të vendosjeve edhe Arbrit? Nuk është refuzim. Refuzimi i koalicionit e kam fjalën. Duhet lexohet, ky është opcioni i parë i lëvizjes vendosje, respektivisht i kryeministrit në detyrë, është për një koalicion ku janë disa partnerë. Përfshin LDK-n si partner i cili poftohet tash. Por mos harroni me 6 shkort mes natë, kryeministri ka deklaru që unë partnerët e tij për ndërtimin e qeverisë. Kjo është opcion në cilën zoti Kurti ka punuar. LDK-ja sot e ka pranu, e ka trajtu, e ka vlerësu dhe ka dalë me një opcion ndryshe. Kjo është një opcion i cili për vlerësimin tonë thotë që ne kemi një histori bashkëpunimi, ne kemi një kohë që ne kemi testu besimet tona politike në dallimet që kemi pas. Dhe tani përdej kësaj ne vlerësojmë se kjo është opcioni më i mirë për të ecur përpara. Ne po shohim sot nga armja, se mësy nga mbrapa dhe me krahasu mbështetjen qytetare të Ibrahim Rugullit, me gjithë tjera, në thona këtë tjera historike, është e pakrahasueshme. Po flasim për një lider që ka pas
miliona njerëz Kosovë